Artit Mesic, sezoni I parë tek Akademia Vllaznia dhe me njëherë suksesi. Titulli kampion me ekipin U16. Emocione sot? Shumë emocione, normalisht. Desha me falenderoj tanë djemtë për tanë vitin që kanë bërë. Në fakton ju bashkova ekipit në janar me profesor Dalipin, me disa ndryshime që pat në akademi. Është një përgjegjësi shumë e madhe të jesh këtu mes më të mirëve. Edhe falenderoj krejt stafin për çdo punë dhe çdo afërmitet që ka dhënë për secilin prej nesh. Çfarë kishte të veçantë Vllaznia U16 që sot u shpall kampion? Po normalisht elementi është shumë I talentuar, ndër më të mirë janë këtu te seleksionimet që kena bë dhe normalisht rezultoi me këtë fitim me trofeut që doli sot. Sa përmendojnë të futbollistët tanë? Thëmë drejtën është herët, por vazhdimsinë e tyre e shohim jo vetëm unë, por krejt si staf shumë para. Si ka qenë bashkëpunimi me trajnerin e parë Haris Dalipi, sepse ai pas I suksesi u shpreh me Thëmë drejtën me profesor Dalipin u nifem para se të vi këtu dhe normalisht afërmiteti dhe mirëkuptimi ka qenë mallështor dhe konkluzoj edhe këtu me këtë fitimin e titullit. Mes dy pasionave, futbollit të madh, por edhe futsallit, cila pëlqen më tepër? Tani kemi ardhur te fusha trajnimit edhe ndjenja shumë mirë. Emocion shumë I veçantë, nuk di çfarë them gat. Faleminderit shumë edhe ju. Suksese. Faleminderit ju shumë.